ndrojmë në Saran në këtë moment. Jemi me kolegu dhe korespondentin Thoma Nika. Mirëmëngjesi, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Një përshkrim të shkurtër se si ka nisur dita për ju në Saran mëngjesi e sigurisht më tej tek aktivitetet dhe zhvillimet më të fundit që janë duke mbajtur tek ju. Pas shumë luhatjesh midis ditëve me diell dhe atyre me vranësira e me rreshje të lehta, sot kemi ardhur sërish në një mod të pastruar përgjithsisht nga rreth, e ndonë pa diell, por me temperatura që shënojnë në ngritje. Tani që flasim për shembull është 12 gradë. Temperatura zgjedhore do të thosha se duket gjithashtu normale në Saran. Janë bërë gati për 25 prill në qendrat e votimit dhe janë në përgatitjet e fundit për të pajisur ato me materialet zgjedhore që u duhen zgjedhse. Si duket situata, duket e qetë, pa problematika dhe pa tensione e përplasje, duke reflektuar qetësinë dhe karakterin e qytetarisë sarandiote. Ndërkohë, subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputet janë në respekt të ligjit zgjedhor, duke mos atakuar njëri tjetrin. E pritshme është që kështu të jetë dita e sotme si dita e fundit, përmbyllse e komunikimit të tyre me zgjedhësit dhe për të qenë po kaq korrekt në respektimin nesër të heshtjes zgjedhore që përcakton ligji. Sido që partitë dhe kandidatët kanë qenë në garë për të takuar sa më shumë njerëz, duke dashur të bëjnë të besueshëm programin apo premtimet e tyre zgjedhore, është për të vlerësuar se kjo nuk ka ndalur dhe as ka ngadalësuar përgatitjet e aktorëve të turizmit për sezonin e ri turistik, që është buka e Sarandiote. Lajmi i parë shëndetësor dhe turistik një herësh i kësaj jave është se ka nisur vaksinimi i stafeve të dedikuar për shërbimet turistike. Vaksinimi ka nisur ditën e martë për operatorët turistik që janë të shumë tek ne dhe besoj që Saranda është e para ndër qytetet me profil turizmin që e bën këtë. Konfirmohet se procesi do të vijojë me stafet hoteliere dhe mendohet që çdo punonjës i përfshirë drejt për drejt si ofruesi i shërbimeve turistike në Sarandë do të ketë mbyllur ciklin e vaksinimit pra për 2500 punonjës të kësaj fushë. Në fundin e muajit maj ky proces do të jetë përmbyllur. Edhe kjo është një ndër masat e vlerësuara si shumë e rëndësishme për të qenë plotësisht gati për të nisur sezonin e ri 2021, i cili mendohet se do të ketë prurje të veta serioze në nisje të muajit qershor. E rëndësishme është të them që në vëmendjet të posaçme kanë qenë edhe pacientët e dializës nga rajoni jugor i vendit, të cilët e marrin këtë shërbim në spitalin rajonal të Gjirokastës, e duke qenë se së fundi në Gjirokastër janë regjistruar numra në rritje të prekurve, mendohet për shkak të hyrjeve nga Greqia, pacientët e dializës janë vlerësuar si kategori në risk e me këtë vlerësim ata janë nënshtruar me përparësi vaksinimit në mbrojtje të shëndetit të tyre dhe për të këputur kështu zinxhirin e efektimit. Nga shteti fqinj Greqia, gjithashtu vijnë lajme kurajuse që favorizojnë lëvizjen turistike. Kjo lidhet me deklaratën e këtyre ditëve të ministrit grek të turizmit që paralajmëroi një hapje të gjithë kufive tokësor të Greqisë, përfshi ato me Shqipërinë, pasi Greqia bëhet gati të çelë sezonin turistik më 14 maj. E sipas kësaj deklarate të qeveritarit grek, me gjas edhe pikë kalimi i kufitarit që botës, pritet të rihapet në këtë datë pas një viti të tërmbyllje. Ende nuk dihet nëse kjo do të jetë koha kur do të mund të lejohen edhe lundrimet nga e drejt Korfuzit apo portet do të vijojnë të jenë të mbyllur. Me interes është të them se emigrantët shqiptarë në shtetin e Len të organizuar në shoqatat e tyre kanë ushtruar presion ndaj strukturave shtetërore atje, me kërkesën që të lehtësohet kalimi kufitar dhe të mundësohet ardhja e tyre për të votuar. Deri sot që flasim, këto kërkesa janë shoqëruar me heshtje dhe nuk dihet nëse në kohën e mbetur mund të ketë një reagim që do të bërë të mundur ardhjen dhe ushtrimin e të drejtës së emigrantëve tanë në Greqi për të qenë pjesë e votbesimit të këtyre zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit në vendin tonë. Mendohet se heshtja apo hezitimi për të dhënë përgjigje pozitive kësaj kërkese janë të lidhur me masat anti-Covid në mënyrë që një lëvizje e tillë e mundshme e masës emigrantëve të mos bëhet shkak për riciklim të virusit në vendin tonë. Parashikimet janë që edhe për të dielën e Pashkve Ortodokse që bien në 2 maj të mbahen në fuqi masat kufizuese, e ndoshta kjo ka për të ndodhur edhe në vendin tonë. Ashtu siç ka ndodhur gati çdo pranverë në Sarandë, Arti nxiton të lajmërojë ardhin e sezonit të ri, papritur që ai të zyrtarizohet me ceremoni të përkatëse. Kanë qenë artistët e grupit Zëri Bigbilit, që grupit më vital të polifonisë në Sarandë, të cilët kanë patur në Kalan e Lëkursit performancën e tyre të parë përpara turistëve austriak të javë që kanë nisur të vinë këtu. Ky është një ndër ato sinjale të forta që parathot se jetat dhe turizmi i 2021-shit janë duke hyrë në rrjetën e vet normale, jo duke e parë, por duke e prekur dritën në fundin e tunelit të pandemisë. Në një kontekst tjetër, në atë mjedisor, sinjalet të tilla po jepet e grupimi Nisma e Luleve në Sarandë,
nga dita e nesërme të shtunën pra, ata kanë programuar të nisin sezonin e tretë të pastrimit të nëndetit nga mbetjet prasose të jetës në ujë, siç janë gomat e makinave apo objekte plastike. Sipas organizatorëve, me së cilëve dallon avokati i njohur Adriatik Labaj, janë edhe 3000 goma brenda detit tonë në hapësirën Samil Saram. Në ka marrë malli për pak aksion në det shprehet Labaj dhe aksioni tyre shënon nesër ditën e tij të parë. Ndërsa kjo e premte për futbollistët e Botrindit të Sarandës është ditë e provës së zjarrit. Pas rikthimit të fitore ndaj Tepelenasve, një javë më parë ata do të jenë pikërisht sot në Maliq, në një takim nga i cili varet pati i sezonit për sarandiotët, që deri tani kanë patur një ecuri të admirueshme. Botrindi gjendet në vendin e dytë me 49 pikë të grumbulluara dhe kjo sotme është sfida e radhës, shumë vendimtare për objektivin e tij madhor. Faleminderit, besoj se gjithçka kishit përgatitur ishte kjo për sot. Po, kjo është e gjithçka. Faleminderit, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë mbar. Këtu ne kemi përfunduar këtë komunikim të drejt për drejt me kolegun dhe korrespondentin Thoma Nika nga qyteti i Saranës.